Violinisti Jon Jan Ilias Kadesha po afirmohet jetë një më shumë në skenat muzikore evropiane. Violinisti me origjinë shqiptare Jon Jan Ilias Kadesha po afirmohet jetë një më shumë në skenat muzikore botërore dhe evropiane si një nga talentet më premtuese të presit të ri. Në fund të janarit ai u ngjit në skenë në Orkestra Shtetërore të Atinës në dirigjimin e Stefanos Tsialis në një koncert të veçantë kushtuar 100 vjetorit të lindjes së kompozitorit Pierre Boulez. Ky koncert ishte i vetmi në Atinë në kuadër të turit të tij evropian dhe u prit me vlerësime të larta nga kritika ndërkombëtare. Kadesha ka fituar 5 konkurse ndërkombëtare në muzikë solo dhe muzikë dhome në vitet e fundit dhe është përkryer në kompeticione prestigjioze në Gjermani, Austri dhe Suedi. Ai është gjithashtu bashkëthemeluesi i Trios Gaspar, një formacion i vlerësuar ndërkombëtarisht fituesi të çmimeve të rëndësishme evropiane. I lindur në Atinë në vitin 1992, ai nisi violinën në moshën 4 vjeçare dhe u diplomua herët me medalje të artë. Studimet i ka vijjuar në Gjermani dhe aktualisht ndjek masterin në Berlin duke formuar nga pedagog dhe mjeshtër të njohur botëror dhe botimi si solist e gjeti në moshë shumë të re, ndërsa më pas ka interpretuar në orkestra të njohura në Greqi, Gjermani, Itali, Shqipëri dhe Kosovë.